Përshëndetje të nderuar shikues, pas një pushimi pak të gjatë në pushimet e verës, por i fillojmë përsëri podcastin Okult me një nga studiot e reja që kemi shtuar, sepse kemi shtuar disa studio dhe kemi bërë ndryshime dhe rinovime dhe në studioja e vjetër që na keni parë gjatë një viti. Ju përshëndesim të gjithë miqtë tanë që dhe gjithë subscriberat që na kanë ndjekur në mënyrë të vazhdueshme, siç më kanë thënë gjatë të gjitha takime, po siç e kontrollojmë edhe vetë, sigurisht që kërkojmë përsëri nga ata që janë fansa të çështjeve dhe të mënyrës se si ne i trajtojmë gjithmonë nëpërmjet okultit, si në ndece, duke parë akullnajen, jo siç e shikon shumica atë kapuçin vetëm që kujtojnë se ajo është akullnaja, po duke para ato 5-7 poshtë të akullnajës, edhe duke u përpjekur t'i nxjerrim në pak sipas dienive tona dhe sipas këndvështrimit ton. Sot kam qef, para se të filloj, dua të përshëndes sponsorat e emisionit ton, të cilët një pjesë janë që kanë qenë edhe gjatë vitit të kaluar, por që sigurisht do të shtohen edhe sponsorat të tjerë, sepse është okult dhe ku është okult ka vërtetësi dhe të gjithë sponsorat sigurisht që duan një emision që të jetë i vërtet dhe të shërbej të vërtetës dhe popullit, interesave të gjera të popullit ton, dhe jo të një pakice të vogël. Ky podcast, ky televizion i vogël sigurisht që është një podcast në shërbim të së vërtetës dhe në shërbim të popullit, sepse kur thuhen të vërtetat, sigurisht që populli mëson se çfarë ndos në këtë botën tonë jo shumë të vogël. Para se të filloj, dua të përmend një ngjarje të momentit. Ka dalë kjo ministrja e brendshme Albana Koçiu, e cila ka deklaruar që duhet të ndalohen këto monopatet. Në radhë parë, dua të përmend faktin që Albana Koçiu është e para ministre e brendshme femër dhe sigurisht që është për tu përgëzuar dhe duhet mbështetur, por sigurisht kjo është një ministre me eksperiencë, ka punuar në funksione të rëndësishme si drejtuese në disa institucione në këtë qeveri, duke qenë së fundmi para se të merrte detyrën e ministres së brendshme, duke qenë ministre e shëndetësisë dhe nuk i mungon eksperienca dhe përvoja për të menaxhuar burimet e saj njerëzore dhe për të trajtuar çështje të ndryshme në interes publik. Por sigurisht që na zhgënjeu një dalje e saj e ditës së sotme ku vendos që të ndalohen monopatet. Monopatet janë një mjet transporti urban që përdoren nga njerëzit kryesisht prej edhe për shkak të kostove të ulta të transportit, por edhe për shkak se transporti sot urban në qytet është bërë shumë i vështirë për shkak të kontributit ose keq menaxhimit të qeverisë dhe kontributit të grupeve të interesit si kastrati me shok, të cilët duan të harxhohet sa më shumë karburant. Dhe njerëzit kanë gjetur midis tjerave dhe këtë rrugëzgjidhje krahas biçikletave ose domethënë ecjes më këmbë, edhe në mënyrë të sforcuar ndonjëherë megjithëse mund të kenë makinat në shtëpi, preferojnë më shumë të ecin më këmbë në distanca të gjata që të shpëtojnë nga persekutimi i bllokimit të rrugëve. Sigurisht rrugët e Tiranës, e kam thënë edhe herë tjetër, me pak investime mund të lirohen shumë, por duhet që aty ku merren vendimet të ketë sa patriot, sa njerëz që duan Tiranën dhe që duan këtë vend dhe ku ndikimi i kastratit me shok të jetë zero. Dhe ka projekte shumë të thjeshta që për 4-5 vjet në Tiranë mund të bësh që mos ketë 2 makina ngjitur. Por sigurisht këta nuk duan që nga kryeministri, kryetari i bashkisë, kastrati, ministrat e tjerë si Pjertë Njeri se janë kot.
Tashi, ky Albana Koçiu e ka marrë çik me qef të punën dhe kërkon të bëjë rinovime, ndryshime, rregullime dhe është për të përgëzuar në disa raste, po në disa raste ne na duket si ky rasti i monopateve, na duket që kjo po përpiqet të bëjë ilaçin më të dëmshëm se sa smundja. Kur merren vendime të këtilla që ka grupe të gjera interesi, se besoj që 70-80% të familjeve shqiptare që janë këtu në Tiranë dhe në qendrat të tjera urbane mund të kenë nga i monopat në shtëpi që një person i familjes i përdor ato. Justifikimi që përdori kjo për bllokimin e monopateve është se bën burim aksidenti. Po burim aksidenti janë dhe makinat, janë dhe avionët, janë dhe trenat. Sigur t'i bllokojmë të gjitha, zonja ministre dhe zoti kryeministër, se sigurisht pa pyetur atë angjëllin e vdekjes, kjo nuk bën asnjë veprim. Sigur t'i bllokojmë, zonja ministre, dhe këto, se ka aksidente. Po të shikosh, ka shumë aksidente me avion, ka shumë aksidente me trena, me makina. T'i bllokojmë të gjitha. Po ka dhe aksidente tjera në punë, elektricisët, ka aksidente tjera në për profesionet të ndryshme, po sikur t'i bllokojmë të gjitha, si mendon zonja ministra, nuk do t'ishte me sigurt jeta, t'i bllokojmë. Po e disa lek janë hedhur nga njerëzit duke blerë të monopatet, nga 100 euro më të thjeshtat, edhe deri 2000 euro, po ta zëm 500 euro mesatare. Po e dini ju zonja ministre sa magazina janë të mbushura plot nga tregtarët me monopate për t'i shitur këtu. Si mundet të bësh ti një veprim me interes kaq të gjerë publik pa pyetur njerëzit? Mos ke dele kështu do ju ndrove vathën e the nga kjo vathë te nga vatha tjetër do hyni. A pyetën ndonjë çik shqiptarët, grupet e interesit, a i shikonin çik gjërat në ekuilibër dhe në balans? Unë për veten time nuk kam në familjen time asnjë që përdor monopat dhe kjo nuk ka lidhje fare me interesin tim privat, zero. Por unë shikoj situatën në planin e përgjithshëm. Si mund të mbyllësh ti kështu këto? Si mund të marrësh vendim? Po sikur zonja ministre të marrësh një vendim ta propozoj, ndalohet të marrësh frym. Sepse lëshojnë njerëzit dioksid karboni. Merë herë të vendim. Edhe policia jote, po na zuri duke marrë frym, të na vërgjoba. Si thua, provoj njerë. Provoj njerë se shqiptarët janë të urtë. Ta ka thënë këta besoj dhe kryeministri që këtyre çdo gjë që tu bësh nuk reagojnë. Provoj njerë. Se mbase vdesim të gjithë. E çroni vetëm juve atje me patronazhistët duhet të marrin frym. Vetëm njerëzit e tjerë që janë patronazhistë, që janë socialistë, ndalohet të marrin frym. Ndalohen të kenë para në përxhepa. Ndalohen të kenë para në përbanga. Vetëm ju të roni. Mundësi shqiptarët të gjithë të ikin nga Shqipëria. Ngushtojni rrugët, zonja ministra. Bëjni rrugët, Myslim Shyrin që është për të zbritur avionët, bëjni me i kalim, që të torturohet ajo që është në qendër për të hyrë në anët e rrugëve të Myslim Shyrit. Të rrotullohet në këto rrugët tuaja të bllokuara, nga poshtë, nga Istej Vjetoria, nga Vasil Shantoja, ti bien botës vërdall 3-4 herë në ditë duke harxuar karburant, vetëm të fitoj Kastrati dhe ai kryeministri tuaj që mbështet Kastratin. Bllokojni, sa më shumë, atje në radio televizioni shqiptar që është për ty 2 avion. Ngushtojni, që të rrim me orë të tëra, të shisni karburant, edhe të fitoni vetëm ju, dhe të roni vetëm ju, zonja ministra. Populli e ka i rrugëzidhe, valigjen edhe Matandetit ose këte nga Mali, nga Greqia. Kjo është rrugëzidhja që mbetet njerëzve. Bëjë në jetën sa më skëterë, sa më të vështirë, që të ikin, ta mallkojnë të vend dhe të mos e kthejnë kokën mbrapa. Zoja ministra, me nga dal, dhe mos dëgjo, dhe në qoftë se ta kanë thënë në këta, mos dëgjo çdo gjë që të thonë, se në fund i vë vullën dhe atë damkën tënde, çdo gjë që thua. Nuk mbajnë përgjegjësi me të tjerët.
mund të vesh kufizime në përdorim, në mosh, mund të zgjidhen rrugë zgjidhje që të disiplinohet mënyra e lëvizjes së tyre, mund të vihet një ligj që këta mund të lëvizin vetëm në rrugët e biçikletave, vetëm në trotuaret, mos dalin në ambientet ku këto rrugë biçikleta, çdo ambiente janë në dispozicion, mos dalin në bulevard, po e kapen bulevard, sigurisht mund ta gjobitësh, domethënë këto duhen disiplinuar dhe duhen rregulluar fasha e moshave, që moshat që janë më të papërgjegjshme, më të vegjël, të mos kenë mundësi të përdorin, edhe të përdorin moshat më të pjekura, pak më të pjekura. Po jo të ndalosh ti edhe të shkatrosh gjithë të biznes që është ngritur me qindra mijëra dollar me vuajtje me sakrifica, e ti dalësh atje një ditë të bukur në mëngjes si dole sot, e të thuash ndalohet. Po çfarë jeni ju, zoti jeni juve? Ju jeni shërbëtor të popullit, nuk jeni persekutor të popullit, persekutoni popullin. E ti merrni vendimet për popullin sipas qefit tuaj. Ja, kaq kisha për të thënë. Edhe bëni qef përderisa njerëzit nuk ju ngrihen, e t'ja u tregojnë vendin, kur merrni vendime për masa dhe për fasha të gjera, interesash të njerëzve. Mundet të saktosh afate, edhe në qoftë se bën ndonjë gjë, që dëgjoj, ju themi tregtarëve që për një vit kjo do ndryshoj, do rregullohet ligji, do kufizohet numri përdoruesve, numri moshave dhe fillojnë marrin të gjitha palët e interesit, fillojnë marrin masa graduale nga dal. Po ç'a po bëhet, tu është bërë nami këtu, janë vrarë gjithë me patina edhe kanë bërë aksidente gjithë me patina, po vdesin 100 në ditë, e të merret një vendim i tillë kaq drastik. Është naivitet. Është guxim i madh. Derisa njerëzit nuk ju ngrihen. Kaq kisha unë për sot, të nderuar shikues. Miropafshim, çdo ditë do të na keni në mbrëmje në emisionin Okult, në podcastin Okult. Mos harroni t'i bëni subscribe, se është një emision që përpiqet të ndihmoj njerëzit për interesat e tyre dhe për t'ju thënë të vërtetën. Sigurisht do të kemi disa emisione në javë me drejtues të ndryshëm të njohur. Do kemi një rubrikë me konspiracionin, do të kemi një rubrikë me kriminalistikën, do të kemi një rubrikë me sportin dhe sigurisht unë do të jem këtu për geopolitik dhe për situata emergjente, do të kem dalje të shkurtra dhe do të komunikoj me ju për t'ju dhënë informacion se çfarë ndodh në vend dhe në botë kur ka momente të tilla në interes të publikut. Sot po e mbyllim me këtë intervistë, me këtë trajtim të shkurtër të kësaj çështje që ka një lloj rëndësie në mbarvajtjen dhe lehtësinë e jetës së njerëzve. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miropafshim.